Shënim ditën kombëtare për personat e pagjetur, do flasim në minutat në vazhdim bashkë me Kushtrim Garen nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Zotri Gara, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për mundësi. Pra, Zotri Gara, siç dihet, sot shënohet edhe dita kombëtare për të zhdukurit dhe megjithse kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga lufta e fundit në Kosovë, shumë familje vazhdojnë ende të jenë nën ethe dhe në farforme në pritje të më të dashurve të tyre. Cila është rëndësia e shënimit kësaj dite, sigurisht një plagë e hapur e luftës, jo vetëm në këtë datë, por çdo ditë? Pak siç e theksuat edhe ju, në të paditshëm atat më të rënda të kujtesës së politikë. Që ndërlidhet dhe me përjetorin e matematikës të një, 370 po të njëjtën kohë me vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës është shpallur ose dita personave të zhdukur, në ndërim të gjithë atyre që u rrëmbyen dhe u zhduken me dhunë, pra ndërim të gjithë atyre që na mungojnë. Siç e theksuat më shumë ose më shumë se 2 dekadash përkatësisht pas 27 viteve, çështja e personave të zhdukur vazhdon mbetet plagë e hapur, vazhdon mbetet një edhe çështje prioritare për shoqërinë e institucioneve të Republikës së Kosovës, kuptim të angazhimit maksimal në respektim një drejtë elementare të familjes, që është drejta për rifatin dhe vendosjen e dashur të tyre. Aktualisht Kosova janë 1565 persona, por që vazhdojnë të jenë në listën e personave të zhdukur, dhe rrjedhimisht mungesa e tyre në përgjithësi e portofëllit të familjes për një plagë e hapur që tash përmban shoqërinë tonë. Ne kemi thënë vazhdimsinë nëse në popull është thënë që koha shëron plagët është e kundërta tek rastet e familjeve të personave të zhdukur, po përkundrazi po e rëndonon më shumë plagën edhe ashtu të rëndë. Sigurisht dihet që puna e komisionit po vazhdon, megjithatë sa ka qenë me theks të veçantë viti i fundit në farforme vendimtar për gjetje dhe për identifikim të mbetjeve mortore nga lufta e fundit në Kosovë. Siç e thash, Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës po bashkëpunon me ngushtë me gjithë partnerët e institucionit që janë pjesë e procesi, për çfarë kolegë si Gjop, edhe kolegë nga Drejtoria e Policisë të Kombëtarit, po mekanizmat kombëtar që janë pjesë e procesi, gjithsesi mbesin të kushtuar për angazhim maksimal, siç e thash, në respektim të drejtës elementare të familjeve për ditë, patjen dhe vendosen e dashurisë të tyre. Aktualisht përgjatë viti gjatë 4 muajve ka 4 operacione që janë ndërtuar në termin të kemi të përgjë 7 lokacione të tjera që të shkuar në peshë për ditë. Por rrëdhënisht i bie që edhe vitit të gjatë ka mbikën e shkuar, ashtu si për para provës. Që kemi vepruar gjatë në 20 vite për kombëtar të Kosovës janë shumë të mirë tonë të adresimimin e këtyre. Dhe pa dashur asnjë një proces edhe të jetë shumë po të kompleks. Janë dokumente të tunë terma forme që ndikën në Kosovës që rast ka më shumë atë dy të më të rëndë. Pra, se ka qenë më shumë se 6.000% të zhduk e manimi 500 tona, me gjitha në rëtonë mund të përmjatë dhe ka në ndryqovë dhe të mundjet në lisën e personave të familje që vazhdojnë që jetojnë me dhikë. Po, Zotri Gara, sepse her pas here e kam edhe problem t'ju dëgjoj plotësisht, cili është mesazhi juaj për familjet të cilat vazhdojnë të jenë në pritje të më të dashurve të tyre? Pra, zotimit për një angazhim maksimal, edhe me dinamikën e të proces Komision Qeveritar, pas Komision që janë bitë të tërsi, edhe në këtë ditë, në të shku se ne bashkëngjet e familje dhe familjarë, për të në dushur të tjetë në tyre për një question madh bashkëqit nga rëmë të ndaj, për që më të përnu të timin e oprimit, që të planë angazhimet e tyre, por që se e ditë, pra në simbolikë të aprillit e ndjenë korrigim të Komisionit Qeveritar, të shprehim të njojnë për familje dhe familjarë të personat të të cilët për kundër dhimbjes, për kundër rastet të pritjes, që kanë bërë punë në komisionin të gjitha institucionet që janë pjesë të këtij procesi. E qartë, Zotri Gara, të falenderoj shumë.